Dita e 6. A do të banoj vallë Perëndia mbi tokë? Por, a është në fakt e vërtet që Perëndia banon me njerëzit në tokë? Ja, qiejt dhe qiejt e qiejve nuk mund të nxënë, aq më pak ky tempull që unë kam ndërtuar. 2 Kronikave 6:18. Pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeta e II, miliona njerëz nga mbar bota e ndoqën transmetimin e funeralit të saj. Rreth 1 milion njerëz mbushën rrugët e Londrës për kortezhin mortor. Dhe rreth 2000 veta, duke përfshirë gati 100 krerë shtetesh, mbushën kishën Westminster Abbey në nderim të jetës dhe karakterit të saj. Mund ta përfytyroni që çdo pjesëmarrës do t'u tregoj fëmijëve dhe nipërve të vet. Unë isha atje. Në mënyrë të ngjashme, me të drejtë, mund të supozojmë se njerëzit që ishin të pranishëm në kushtimin e tempullit në Jerusalem do të kishin folur për të me mahnitje dhe do ta kishin bërë këtë gjatë gjithë jetës së tyre. Mijëra njerëz u përfshin në ndërtimin e tempullit gjatë mbretërimit të Salomonit. Kjo gjë kërkoi një periudhë prej rreth 7 vjetësh. Rreth 70.000 burra mbartnin materialet. 80.000 punuan në përgurore dhe 3.600 u përfshin si mbikëqyrës në këtë projekt. Teksa tempulli po ndërtohej, duke i qartë se nuk po kursehej asnjë shpenzim. Ai u prarua plot madhështi, me gdhendje, me gur të çmuar dhe u vesh me ar. Mbreti David kishte dashur të ndërtonte një shtëpi për Zotin, por Perëndia nuk ja dha atij këtë privilegj, por ja dha të birit. Kështu, Salomoni e përqafoi me një vizion të qartë duke thënë: Tempulli që unë do të ndërtoj do të jetë i madh, sepse Perëndia ynë është më i madh se tërë perënditë e tjera. Mund të mendojmë se në përkushtimin e tempullit, Salomoni do të kishte thënë me vete: a mund të bëhej më mirë se kaq? Përkundrazi, ai pyeti: a është në fakt e vërtet që Perëndia banon me njerëzit në tokë? Kjo është pyetja e madhe. Vërtet i madh ishte ky tempull për Perëndin, por ai ishte mjaft i madh për atë që qiejt dhe qiejt e qiejve nuk mund ta nxënë? Ai ishte ai mjaft i mrekullueshëm sa për ta ripërtërir atë marrëdhënie që Adami dhe Eva kishin pasur me Perëndin në kopshtin e Edenit? Vite të tëra ndërtimi, asnjë shpenzim nuk u kursye. 10 mijëra njerëz të përfshirë në projekt. Një kremtim me vend për përkushtimin në këto çaste. Dhe në atë pikë të historisë, mbreti Salomon nuk mund t'i shmangej dot këtij realiteti. Perëndia është i papërmbajtshëm. Pavarësisht se sa e madhe ishte banesa që ai ndërtoi, si mund të ishte mjaftueshëm madhështore për Perëndinë e krijimit? E megjithatë, çuditërisht, Perëndia që kishte banuar në errësirën e dendur të malit Sinai, erdhi dhe u takua me njerëzit e tij atje. Është praktikisht e pamundur të lexosh kapitujt e parë të 2 Kronikave pa u shtangur, siç i ndodhi edhe Salomonit. Nga fakti që Perëndia krijues kishte pranuar edhe një herë të banonte me popullin e tij. Dhe kjo ishte një tablo tjetër e dëshirës së Perëndisë për shpengim dhe marrëdhënie. Megjithatë, sado i veçantë që ishte tempulli si vendi ku Perëndia u takua me popullin e tij, ende mbetej një ndjesi që plani ishte i paplot. Pse ishte kështu? Sepse plani i Perëndisë përqendrohej gjithmonë te një person dhe jo te një objekt apo një vend. Ndërsa lexoni Biblën, kjo e vërtet shfaqet her pas here. Mendoni për gruan te pusit e Gjoni 4. Ajo vjen për të mbushur enët e saj me ujë, dhe gjatë bisedës me Jezusin, ajo bën një pyetje në lidhje me vendin. Po qysh, ti që je jude, kërkon të pish prej meje, që jam një grua samaritane? E të rritan adhuronin në këtë mal, dhe ju thoni se në Jerusalem është vendi ku duhet të adhurohet, por, për ta parafrazuar Jezusin, ai në thelb thot: nuk bëhet fjalë për një vend, bëhet fjalë për një person. Ata që e adhurojnë me të vërtetë Atin, e bëjnë këtë në frym dhe në të vërtetë. Dhe unë jam ai që u dërgua për ta bërë të mundur këtë gjë. Vetë Jezusi është fjala e përjetshme e Perëndisë në veprim.
Atë që ishte në fillim, nuk mund ta mbante plotësisht tempulli i Salomonit. Megjithatë, ai zgjodhi të merrte trajt njerëzore. Pse? Që të banojë mes nesh për pak kohë, që ne të mund të banojmë me të për gjithmonë. Në vend që të ngrem pyetjen, a banoi Perëndia mbi tokë, njohuria që kemi nga dhjata e re na jep mundësi ta përshtasim pak pyetjen dhe të themi, Perëndia banoi mbi tokë. J.I. Packery e shprehu kështu: nuk ka asgjë më fantastike në letërsinë artistike se kjo e vërtet e mishërimit. Ky është një mendim tronditës, apo jo? Perëndia i përjetësisë u shfaq në personin e birit për të jetuar në krijimin e tij pa pushuar se qeni Perëndi. Plotësia e Perëndisë gjendej në një trup njerëzor. Ai që krijoi gjithësinë u bë një grimc në vetë kozmosin e tij. Ai banoi me popullin e tij në shkretëtir, në tempull dhe në dobësinë njerëzore. Ai ende banon me popullin e tij edhe sot. Shumë prej nesh kalojnë, ose të paktën synojnë të kalojnë, një pjesë të mirë të çdo stine të Krishtlindjes, duke reflektuar mbi faktin se Perëndia banoi mes nesh në personin e Zotit ton Jezu Krisht. Por pasi jetoi, vdiq dhe u ringjall, Jezusi tani është fizikisht i pranishëm në të djathtën e Atit, në vendet e larta. Prandaj, si banon tani Perëndia mbi tokë, në kohë dhe hapësirë? Përgjigja gjendet tek ai, të cilin Jezusi premtoi se do ta dërgonte Ati i tij. Dhe unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, frymën e së vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh. Por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Gjoni 14, 16 deri në 17. Perëndia e ka derdhur me dashamirësi frymën e tij të shenjtë brenda atyre për të cilët biri i tij erdhi, jetoi, vdiq dhe u ringjall. Ata që kanë besuar tek ai, ata që e duan atë, ata që janë mbledhur si gur të gjallë, janë mbledhur te Krishti, guri ynë i qoshes, dhe tani janë pikërisht vendi ku banon Perëndia. Këtë Krishtlindje, ne mund të qëndrojmë të mahnitur, ashtu siç bëri edhe Salomoni në përkushtimin e tempullit, ndërsa marrim parasysh faktin se Perëndia me të vërtet banoi mbi tokë. Mbani mend, nëse jeni në Krishtin, edhe ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë banesë e Perëndisë në frymë. Dhe, sepse tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë. Perëndia e ka ndërtuar shtëpinë e tij, në të cilën do të banojë mbi tokë, kishën e tij, ty dhe mua. Për reflektim, çfarë ndryshimi sjell leximi i sotëm në pikpamjen që ke për veten dhe për kishën tënde? Zotin Perëndin ton, tokë qelsen zë, të dyja do të shkojnë, kur ajt vit mbretroj, në zymtsin e timrit, një grasht i thjesht mjaftoj, për të gjithë pushtetshmin Jezu Krisht. Çfarë mundem t'i jap një nevojtar si një qenj do t'sillja, ti jetar po t'isha,
do t'u dhëtoja larg atë që kam ja dorëzoj se